Shumë e re kom qelë salonin. 17 vjetë i kam pas. Këto t'jena 3 persona që punojna, edhe nuk tut në korpi punës. Edhe një kam këto 2 durët. Shumë heret ka nisë në shkollë fillore, tani kom pas dëshirë më konë frizere. Edhe këtu janë nisë në shkollën e mesme, më konë edhe me shku në shkollë frizere. Edhe qështot mas ma vonë, kër e kom kry shkollën, printe mi ka ndeshtë me ma qelë salonin. Tanë qështot që 17 vjetë jam këto, 18 edhe pak bëhe. Shumë e re kom qelë salonin. 17 vjetë i kam pas shumë heret edhe qështot ka vazhdu ka pak këta më kanë nimu. Edhe jam shumë e falenderume për qatë sen, po për në me jam kanë punëtore edhe kom mësu edhe kom desh me mu eduku edhe qështot. Ma shumë ti bëjmë balajazh edhe qështot premje. Këto t'jena 3 persona që punojna gjdo herë, qdo ditë. Mirë, super e kina timin, shumë punë ka. Ku jena na ven i vogël, nga Zagrepit, po krejt vinë këtu pi Zagrepit. Edhe është diqka, Instagrami më doket ma shumë ti është, që më ka bo ma famë shumë këto në Kroaci. Edhe, bëzi, qështot mirë, adin e baj kualitet punën, jam pak ma e shtrejt, po adin dhe qish kom qef me bat qish duhet punën. E tani kualiteti, adin njëhet gjithë ka, tani vinë me po, adin qka është kjo marvina, qka është të ba. Për shemë Kroatë që jetoj njashtë, ata vinë këto si, për shemë Kosovarë që shkojnë Kosovë, që ashtu të ka Kroatë që jetoj njashtë, vinë këto edhe është si sezon adin, e tani ata ma shumë më vizitojnë se shqiptarët adin. Se normal shqiptarët shkojnë në Kosovë adin, e këto vinë për Kroacisë. E kena qilë për sprejten, edhe ka më konë head spa, është e famshme tash gjithë ka. Gruja e vlavit tem punon me qatë sen, edhe mirë, adin pak me zgjatë, pak me diqka tjetër me mi dhonë njerëzve. Po une ma shumë ti kom qef me femna, me flok, e qështot. Une i thamë krejtve, adin, kush i ka flok të vërgjina, adin, është një jetë, adin, pse mos më ndryshu pak, pse mos me bë diqka ma interesant. Po edhe kuptoj, nëse dikush do në më ka naturale, krejt që të sene ti kuptoj. Normal do të mi rujt flokët edhe me të menagju në i frizer, adin, ta mani joti, si doktori, adin, po me pas dikan që mundet me thonë që ka me marë për shpe, qish mi la flok, qish mi ba, me punu mu do këmira, adin s'ke nevoj ti gjdo herë me shku të frizeri në salon për mu të do flok të mira, adin dush pak vetë, adin minreq, gjithë me risku pak, adin duhet. Pak kime nejt edhe shtot ma shumë punë, adin edhe kime di që kime luftu për vetën, për punën tane, po ma vonë tani ku zhvillohen senet, tani bëhet ma lirë, adin mund është tani nashti edhe me udhëtu familjen, adin që ka dione, që shtot menoj që duhet për punën tonë s'ki nevoj mu tut. Edhe nëse nuk shkon, adin mund është me punu të dikush tjetër, që ka ko lidhje, adin s'kina këtë tonë për me punu për vetën. Fillim ka pengu nashti që mushtërije me ka shku dikun tjetër, pse ka shku që ka unë mba keq, adin, po tani dikun s'mësohesh, adin që këthehen, adin tani prap shkojnë njerës kanë qef me provu diqka tjetër, adin. E që kjo punë është bashkë për qëta, adin, unë i tham njerëzve, ju du të me shku dika tjetër, adin, është seni normal. Edhe normal për parën ti e pagun, adin, ti mund është me shku ku dush. Edhe nuk tut në korpi punës. Adin i kam këto 2 durët, edhe, adin, e di që ka me punu gjdo dit, edhe du të me risku pak, normal, krejt kina risku. Krejt kina pas ashtot, ka me pas nesër adin për punë, ose dikush të thot, adin s'ka me arë në termin tonin, është shumë e zarshme adin, fillim si të mas. Tani ma vonë pësohesh, edin qish adin mi bo terminat e tua, edhe unë shumë respektoj punën teme. Adin vi me ko, adin di qish respektoj terminat e mija.